Në qytetin e Serenatave dhe të traditës muzikore Korç, nis edicioni I parë I festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Air Beat Festival, ose siç njihet ndryshe Lulu Fest. Për 3 ditë me radhë, nga data 24 deri më 26 tetor, qyteti do të gjallërohet me ritmet e orkestrave frymore, ekspozita, parada, masterklase profesionale dhe koncerte gala që do ta kthejnë Korçën në një qendër të madhe muzikore dhe festive. Festivali organizohet nga Qendra e Kulturës dhe Inovacionit në bashkëpunim me Bashkinë Korç dhe ka mbledhur mbi 150 artistë nga Shqipëria, Kroacia, Italia, Kosova dhe Greqia, të cilët do të performojnë në sheshe, bulevarde dhe ambiente kulturore të qytetit. Ky aktivitet është menduar si një ngjarje që ndërthur artin, kulturën dhe turizmin, duke synuar ta kthejë Korçën në një qendër rajonale të muzikës frymore dhe të promovojë trashëgiminë e saj të pasur. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës thekson se ky festival shënon një moment të rëndësishëm për qytetin, pasi për herë të parë Korça pret një aktivitet ndërkombëtar të këtij niveli. Ajo nënvizon se zgjedhja e qytetit nuk është e rastësishme, pasi Korça ka një histori të gjatë me orkestrat frymore, që janë pjesë e identitetit kulturor të saj. Sipas saj, festivali sjell në vëmendje trashëgiminë e bandës Vatra dhe të bandës së Korçës, formacione që kanë shoqëruar jetën kulturore historike të qytetit ndër vite. Kam shumë kënaqësi të prezantoj sot një nga festivalet më të rëndësishme të këtij viti, siç është festivali I bandave frymore. Është në edicionin e tij të parë, besoj dhe shpresoj që ky aktivitet, ky festival I madh do të jetë një brand për qytetin e Korçës. Jo pa qëllim mbahet në Korçë, sepse dihet që orkestrat frymore janë pjesë e identitetit ton si Korç, por dhe të gjithë Shqipërisë. Kjo për shkak të bandës Vatra e bandës Korçës, që ka qenë një nga formacionet më të rëndësishme të jetës kulturore të qytetit, na ka ndjekur në ngjarje historike, por dhe në festa të ndryshme. Jam e lumtur që këtë festival të madh do ta kurojë Ilir Kodhima, pedagogu I Akademisë së Arteve, një djalë shumë I apasionuar dhe profesor I shkëlqyer. Është kujdesur që të kemi bandat me cilësi të lartë, do të kemi bandën nga Kroacia, do të kemi bandën nga Italia, do të kemi bandën e Kosovës, do të kemi forcat armatosura të bandës së Shqipërisë, dhe një quintet I cili na vjen nga Selaniku, por dhe nga Tirana, në drejtimin e profesor dhe dirigentit Edmond Doko. Shpresoj që ky festival në Trenet të jetë një ngjarje e rëndësishme jo vetëm për ardashtet e Korçës, por të jetë dhe një shkëmbim eksperiencash për gjithë artistët dhe gjithë instrumentistët e frymës. Do të jetë një kalendar për 3 ditë I pasur. Ne do të fillojmë në datën 24 tetor me një ekspozitë retro Korça, kur do të kemi instrumenta të pa dala ndonjëherë, të pa ekspozuara ndonjëherë të frymës. Do të kemi foto historike të ansambleve të ndryshme frymore, do të kujtojmë personalitete të quara të cilët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e këtyre instrumentave apo të kësaj lloje muzike të rëndësishme për Korçën, por dhe për gjithë Shqipërinë. Do të kemi një marshim në dynet të gjitha bandave pjesëmarrëse, dhe gjithashtu do të kemi në datën 25 në mëngjes masterklase të zhvilluara nga mjeshtra të instrumentave frymor, për të kulmuar në 25 në orën 18:00 në Ushtari Kombëtar ose Luftari Kombëtar, me programin e madh gala që ne I quajmë Lulu Fest. Do të ndalem dhe pse I quajmë Lulu Fest, që do të performojnë të gjitha bandat e ftuara. Ndërkohë të diel do të kemi sërish ekspozitën Retro Art Korça, dhe në mbrëmje në orën 19:00 në galerinë digjitale do të jetë quinteti drejtuar nga mjeshtri dhe profesori dirigenti Edmond Doko. Shpresoj që ky event të kthehet në një event dhe të turizmit për qytetin. Drejtori artistik Ilir Kodhima shprehet se ky festival është konceptuar si një hapësirë bashkëpunimi dhe shkëmbimi mes artistëve profesionistë dhe atyre të rinj. Sipas tij, gjatë këtyre 3 ditëve, Korça do të gumzhijë nga muzika frymore me bashkëpunime të reja mes artistëve vendas dhe të huaj, dhe me synimin për të afruar breza të rinj me instrumentet e tunxhit. Ai thekson rëndësinë e masterklaseve që zhvillohen në kuadër të festivalit si një mënyrë për të ngritur nivelin profesional të muzikantëve dhe për të rikthyer dashurinë për instrumentet që dikur ishin pjesë e pandashme jetës kulturore të qytetit. Jam shumë emocionuar, jam dhe shumë I surprizuar nga gjithë profesionalizmi dhe koordinimi mënyrë shumë të lartë profesionale e gjithë pjesëmarrësve të cilët e bën të mundur këtë organizim, sepse duhet të cekim që janë mbi 150 artistë që do të jenë gjatë këtyre 3 ditëve në Korçë. Janë 150 artistë të cilët njohin qytetin e Korçës, të cilët bashkëpunojnë midis njëri tjetrit, të cilët kontribojnë për të rinjt e këtij qyteti, për t'i afruar sa më shumë ata me artin, me kulturën,
Gjithashtu për të kontribuar në ngritjen e nivelit artistik në qytetin e Korçës, siç janë studentët e ri të shkollës muzikës, ardashësit e rinj, por gjithashtu edhe artistët e orkestrës simfonike të qytetit Korçës dhe gjithashtu orkestrës frymore të qytetit Korçës. Gjatë tyre 3 ditëve do të ketë bashkëpunime dhe stimulime për bashkëpunime edhe më të gjëra rreth artistëve, dirigjentëve të Kroacisë, të cilët do bashkëpunojnë me bandën e Korçës për t'i ndihmuar dhe për të shkëmbyer eksperiencat midis tyre, për ta ngritur nivelin artistik në vend një hap më shumë. Dua të cek që ky festival vetvete është pak më i gjerë, shumë dimensional në fushën e artit, pasi përbën në mesin e tij ka masterclasset. Gjatë tyre 3 ditëve do mbahet masterclass në oboe, klarinet, fagot, flaut, trombon, korno, duke i afruar gjithë të rinj dhe duke i dhënë një qasje ndryshe me instrumentet e tunxhit. Shpresoj shumë dhe kontributi ynë, arritja jonë do të jetë në afrimin e këtyre brezave dhe pse jo të kthehemi edhe një herë në atë dashurinë rreth instrumenteve të tunxhit, siç ka qenë në mbi 100 vite më para me bandën e Korçës, por edhe me bandën Vatra. Përveç këtyre workshopeve, masterclasseve, Korça këto 3 ditë do të gumzhij nga orkestrat frymore, të cilat do të japin një honë shumë gazmore, shumë festive në rrugët e këtij qyteti, dhe gjëja më madhore do të jetë në sheshin ku do të bëhet koncerti, ku çdo orkestër frymore do të performojë minutazhin e saj dhe në fund fare do të luajnë të gjithë artistët një vepër të përbashkët, e cila është Dua më shumë Shqipërinë. Nënkryetaria e Bashkisë Benila Themeli thekson se festivali shihet si një mundësi e rëndësishme për zhvillimin e turizmit kulturor. Ajo i konsideron Airbeat Festival një element të rëndësishëm të ofertës së re turistike që bashkia po ndërton për Korçën, duke synuar ta përfshirë në paketat që ofrohen nga agjencitë kombëtare dhe ato rajonale. Sipas saj, sa më të mëdha dhe gjithë përfshirëse të jenë ngjarjet që zhvillohen në qytet, aq më i madh është interesi vizitorëve. Festivali, që mbështetet në traditën e bandës Vatra dhe përkon me ditët e çlirimit të qytetit, pritet të bëhet një element identifikues i kulturës korçare dhe i hapjes së saj drejt rajonit. Emërtimi Lulu Fest i festivalit vjen si homazh për artistin e njohur korçar Lulushi, një figurë e dashur dhe e respektuar, që përfaqëson shpirtin e muzikës frymore shqiptare. Vlerën që për Korçën ka festivali ndërkombëtar i bandave, bashkia e sheh jo thjesht si një event artistik dhe kulturor për banorët e territorit Korçës, por dhe si një mundësi për të trequr në Korçë vizitorë të shumt. I shtohet eventeve të tjera të përmasave ndërkombëtare që bashkia prej vitesh tashmë organizon, si simpoziumi ndërkombëtar i skulpturës, kolonia ndërkombëtare e pikturës, apo edhe aktivitete të tjera, të cilat me gjeografinë e shteteve të artistëve pjesëmarrës, jo vetëm tërheqin vëmendjen e vizitorëve, por indirekt këta artistë i kthejnë ambasador të kulturës korçare në vendet prej nga ata vijnë. Është edicioni i parë dhe prandaj ne kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë edhe promocionit të festivalit, i cili jam e bindur në vitet në vijim do të jetë pjesë e kalendarit dhe të shumë agjencive turistike, sepse për herë të parë ne kemi filluar vendosjen e kontaktit një vit para ndërtimit të paketave turistike që agjencitë kombëtare dhe të vendeve të rajonit ndërtojnë për Korçën, dhe një nga 5 shtyllat e ofertës turistike, si e kemi klasifikuar ne në bashki për Korçën, është padyshim edhe shtylla e eventeve. Dhe sa më gjithëpërfshirëse, më të mëdha, më me vlera të jenë aktivitetet, sa më të ndërkombëtarizuara të jenë ato, aq më i madh është interesi i vizitorëve për t'i ndjekur. Dhe sigurisht të bazuara dhe në elemente të spikatur të traditës korçare, siç është mbështetja e këtij festivali në traditën e bandës të njohur Vatra, dhe që përkon jo rastësisht edhe me një ditë të rëndësishme për Korçën, që është dita e çlirimit, pra jo rastësisht Qendra e Artit ka zgjedhur ta ketë në fund të tetorit këtë festival, besoj do t'ja disafishoj vlerën festivalit duke u bërë një element identifikues i kulturës, i traditës korçare, por dhe i hapjes gjeografike që Korça ka për kulturën, me synimin për të kthyer në një qendër të rëndësishme të artit dhe kulturës, jo vetëm në Shqipëri, por në krejt vendet e rajonit. Të gjithë e njohin, jo vetëm korçarët, por edhe mëngjer Lulushin.
e famshëm. Dhe në tribut dhe në nderim të figurës të këtij artisti frymor që i ka tejkaluar për masat e Korçës dhe është një nga talentet më të mëdha që Shqipëria ka patur në artin frymor, festivali në mënyrë konvencionale, përveç Airbeat Festival që është emri ndërkombëtar i tij, ka dhe hashtagun Lulu Fest në nder të figurës të Lulushit më. Në mbrëmjen e 26 tetorit, aktivitetet do të kulmojnë edhe me performimin e orkestrës së Selanikut dhe artistëve shqiptar të afirmuar. Ky koncert do të përmbyll 3 ditë me ngjarje të pasura artistike që pritet të lënë gjurmë të veçanta në jetën kulturore të qytetit. Për 3 net, Korça do të jetojë në ritmin e muzikës frymore, me tinguj që bashkojnë traditën dhe frymën moderne. Airbeat Festival ose Lulu Fest është një rikthim tek rrënjët muzikore të qytetit dhe një ftesë për ta përjetuar Korçën përmes artit që frymon jetë.